Dy ngjarje të rënda kanë ndodhur mbrëmjen e djeshme, ku së pari në fillim u ekzekutua me armë zjarri në lokalin e vet në Llan të Lezhës babai i Rohan Brahimit, një personazh i ekzekutuar disa vite më parë në Athinë. Pashtu, në mbrëmje, një atentat ndodhi në Lundër, ku u qellua drejt një makine ku u thonin 4 persona. Për të folur për këtë, kam në një lidhje Skype avokatin e njohur Kujtim Cakrani. Kujtim, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit ty për këtë. Avokata, mund na thoni pak informacionet e fundit që kemi lidhur me këtë ngjarje? Për sa i përket ngjarjeve, padyshim që janë ngjarje të rënda. Unë do t'i cilësoja janë ngjarje të kriminale të tipit mafioz, kjo e Tiranës, ndërsa ngjarja e Lezhës është një ngjarje për gjakmarrje për të cilën është një histori që ka vite që ka filluar dhe përfundoi dje me vrasjen me goditjen dhe ekzekutimin e fundit që ndodhi. Ngjarja që ka ndodhur në Tiranë është një ngjarje nga ato që ne i kemi parë shpesh në filmat në Siçili me mafjen, ku bënin prit edhe godisnin persona të cilët eliminonin për të eliminuar persona të cilët e kishin në çmjesën e tyre mafja, dhe ajo ka ndodhur dje dhe është një ngjarje padyshim që ka tronditur rënd opinionin publik, dhe në këtë kuptim them që e ka rënduar akoma edhe situatën, por padyshim i ka bërë edhe publikun akoma më të qartësuar që Shqipëria tashmë është marrë peng nga krimi i organizuar, krimi i rrugës e kështu me radhë. Unë nuk kam asnjë dyshim dhe s'kam patur dyshim gjithë këto kohë që policia e shtetit është inekzistente për sa i përket parandalimit dhe zbulimit të krimeve. Unë nuk mendoj që çdo shqiptar duhet të ketë një policë në pas, sepse s'mund të nuk mund të ruajë dhe nuk mund të hyjë në mendjen e çdo shqiptari që do kryej vrasje. Por ama duhet të dimë që në të gjithë botën funksionon që policitë kriminale kanë database të veçanta ku kanë të hedhur aty të gjitha konfliktet, ngjarjet kriminale, grupet kriminale, por dhe konfliktet që ato kanë njëra me tjetrën. Dhe në këtë drejtim policia kriminale shqiptare është komplet e pa organizuar dhe po shfaq një paftësi dhe një, mund të themi, jo vetëm paftësi, por edhe është e pafuqishme përballë krimit. Kështu që kjo ngjarje është në vazhdim e shumë ngjarjeve të tjera, sepse kemi një ngjarje të tillë që u vran disa persona në Dobraç të Shkodrës, dhe kështu që kjo ngjarje pas disa muajsh ka tronditur padyshim opinionin publik shqiptar. Kështu që unë mendoj që policia është sot në ditët e saj më të errta, më të vështira, dhe ka lënë, duke u marrë në zgjedhjet, ajo ka harruar rolin e saj që është roli për ruajtjen dhe vendosjen e qetësisë dhe rendit publik në çdo vend. Duhet të dimë diçka, ngjarje të tilla janë ngjarje kriminale shpesh mafioze. Dhe këto e bëjnë rendin dhe sigurinë kombëtare shumë vulnerabile. Dhe padyshim Shqipëria hyn pastaj renditet dhe në vende të cilat nuk janë të sigurta. Duhet të kuptojnë, duhet ta marrim këtë edhe si një, mund të themi, edhe si një shenjë ku policia shqiptare sot në kohë zgjedhore ose fushat elektorale është përfshirë në fushat dhe ka harruar rolin e saj që duhet të ketë në sigurinë dhe rendin publik në vend. Avokat, duhet të them pak tek ngjarja që ndodhi në Lezhë në vrasjen e Gjovalim Prendit, pra babait të Rohan Brahimit. A është kjo një lloj fillimi hakmarrje nga grupi i rival i drejtuar Ervis Martinaj, që tashmë i zhdukur prej disa kohësh, por rikthehet hija e Ervis Martinajt? Shiko, duhet të dim diçka. Në paktën në ato zonë të Shqipërisë, pra në atë krajinë të Shqipërisë, që është veriu, është ligji penal, është më i dobët nga çdo zonë tjetër e Shqipërisë. Është më i dobët sepse duhet të dimë që ande funksionon akoma ligji, kanuni Lek Dukagjinit. Dhe kanuni Lek Dukagjinit ka prevaluar dhe prevalon sot mbi çdo ligj shqiptar, mbi çdo ligj të kohëve të sotme,
mbi kushtetutën edhe mbi ligjin penal. Sepse ka përquar në shekuj, pra në 500 vite, një fëmijë i fortë dhe ka përquar gjithë këto shekuj atë frymën e hakmarrjes, kur ti vret do të vrasin. Dhe kështu që kjo saga e vrasjeve pastaj është e pafundme, sepse gjaku merr gjak edhe kështu vazhdon zinxhir kjo punë. Por dhe këtu jemi përballë pafuqisë së shtetit, sepse kemi një polici e cila numëron viktimat dhe nuk bën asnjë punë tjetër. Dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe përsëri policia kriminale, se mos prisni ju që rendin dhe sigurin apo personat me rrezikshmëri të lartë shoqërore ose edhe ata që kanë konflikt, sepse do ta pranojmë këto që ngjarje nuk janë ngjarje që ndodhin vetëm nga persona të cilët kanë shfaqur probleme ligjore më para ose janë vetë krimit të organizuar, po këto aty janë edhe raste të tjera të cilët persona dhe familje të ndryshëm që nuk kanë një background kriminal dhe vazhdojnë gjakmarrje. Kështu që kjo është shteti ynë i pafuqishëm ndaj këtij ligji që ka 500 vjet që prevalon në Shqipëri, është krejt i pafuqishëm dhe është i krejt i pa llogaritshëm shteti përballë këtij fenomeni. Dhe unë mendoj që Shqipëria tashmë, edhe sot që mendohet që ligjet duhet të jenë ato që të prevalojnë ligjet e kohës, është akoma në ligjet zakonore që janë të shkruara ose të pashkruara dhe padyshim që e bëjnë situatën shumë vulnerabile, situatën e rendit dhe sigurisë shumë vulnerabile. Unë nuk di të them se si ka qenë dhe kush e ka organizuar atë në kuptimin e mirëfillt të organizimit, por qëllimi është arritur dhe qëllimi ka qenë gjakmarrja. Dhe nëse arritur qëllimi nuk ka më rëndësi pastaj se kush ka goditur, si ka goditur, sepse edhe sikur ta kapësh autorin ose autorët, përsëri saga do vazhdoj. Nuk është zgjidhja kjo. U kap dhe u dënu autori. Padyshim që kjo ka rëndësinë e saj, sepse i vendos përpara ligjit personat të cilët kanë kryer aktin kriminal, por kjo nuk e frenon as pak hakmarrjen, vazhdimin e hakmarrjes dhe sagën e saj në të ardhmen. Kështu që unë mendoj që kërkohen edhe zgjidhje të tjera, kur flas zgjidhje të tjera, përveç anës ligjore kërkohet edhe zgjidhje për sa i përket mënyrës dhe funksionimit të shtetit. Dhe të gjitha këto zgjidhje, këto jepen me anë të institucioneve të tjera, jo vetëm policisë së shtetit, me qëllim që shqiptarët mos të vazhdojnë me hakmarrjet private, po t'i binden ligjit. Pavarësisht se në ato zona funksionon kanuni. Avokat, edhe në atentatin e Tiranës, nga informacionet e deri tanishme, thuaj që është organizuar, po themi shënjesër, nuk ishin makina ku thonin 4 të rinj, por ishte e fejuara gruaja në fakt e Ran Brahimit. A mendon që kemi të bëjmë me grup fuqishëm kriminal ku mund të organizoj 2 ngjarje në të njëjtën ditë në arkun e 30 minutave diferencë? Shqipëria, këto unë vazhdoj e kam thënë dhe në media kombëtare, kudo që më jepet mundësia hapësira publike për të folur, kam thënë që Shqipëria është në një qetësi relative dhe jo se është nën kontrollin e policisë së shtetit rendi dhe siguria publike, absolutisht jo. Këtu është një qetësi relative, jo vetëm në të gjithë Shqipërinë, në gjithë Shqipërinë, problemet janë evidente. Në momentin e parë që kundërshtarët shikohen ose nuhasin ku janë ata që duhet ta hakmerren, ata goditen. Fakti që ka ndodhur ngjarja në hapësirën kohore 30 minuta larg nga njëra tjetra dhe janë goditur, ka qenë tamam e organizuar, ka patur një skenar të mirë organizuar. Dhe kjo vërteton dhe të çon atë drejtimin që krimi i organizuar, pra e vërteton që krimi i organizuar në Shqipëri është evident. Është evident dhe është më i fuqishëm nga shteti. Kjo është fatkeqësi e madhe, më vjen shumë keq që e them dhe unë jam avokat dhe duhet të flas ashtu siç është realiteti.
nuk do të fshihemi pas gjishtit që të themi, ishte një rast spontan, një rast izoluar e kështu me radhë. Jo, jo. Ky është një nga ato raste të cilët ishte organizuar, ishte e mirë menduar, u goditën në hardcore 30 minuta dy makina ose dy persona, por kur i ka fëmijë në mes, është akoma e bën situatën akoma më të rëndë, por padyshim edhe më pak jep edhe më qytetarëve jep edhe një zemërim më të madh. Dhe kjo histori tani është një sagë që do vazhdoj, padyshim, por policia jon është pas dhe një tjetër, është mbërthyer jo vetëm nga zgjedhjet, por është mbërthyer edhe nga problematika që ajo ka, sepse policia jon gjithë këtë kohë ka qenë në një ristrukturim, vazhdon hiqu, zvendcohu drejtora policie, shefa komisariate, shefa krimesh e kështu me radhë. Pra, edhe policia jon është në një rimpasto ose në një rifreskim të saj të herpashershëm, dhe kështu ajo humbet duke i rifreskuar gjithmonë, ajo humbet edhe kontaktet me bashkëpunëtorët e saj në teren, dhe humbja me kontaktet bën që të humbasësh edhe kontaktet me realitetin, pra me persona të cilët kanë një spesor kriminal e kështu me radhë. Kështu që nuk ka si dyshim që ngjarjet e Shqipërisë do vazhdojnë të ndodhin. Unë po ju them që të gjitha qytetet janë në të tillë situatë. Kemi pasur raste edhe në Vlorë, edhe kudo, që mendohet që janë goditur dhe pra vitin e kaluar në Vlorë pati ngjarje ku vra një fëmija i një të papashmi sepse u ngatërua nga persona. Kështu që në balkonin e shtëpisë duke pirë cigare. Kështu që kjo është një diçka që qytetarët shikojnë. Të gjitha shërët qytetarët i dinë, komuniteti i di se ndodhin. Vetëm policia është e patë ti kuptoj këto dhe ti neutralizoj ose ti paraprit. Dhe kjo është ajo keqardhja e madhe që kanë sot qytetarët tek institucioni i policisë në shtetit. Pavarësisht se këta mundohet ta pompojnë ose mundohet ta paraqesin policinë e shtetit në publik si institucioni besueshëm e kështu me radhë, por nuk është as pak e vërtetë. Policia kriminale shqiptare është në ditët e saj më të zeza për sa i përket parandalimit të krimeve qofshin këto edhe për gjakmarrje. Avokat, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juve, përpas.